Në mes të Tiranës, festivali Bukë dhe Zemër ka mbledhur arkitekt të mirënjohur nga e gjithë bota, të cilët i lidh jo vetëm pasioni për arkitekturën, por edhe interesi i përbashkët për të punuar me projekte të rëndësishme në Shqipëri. Të mbledhur në një sallë as pak të zakonshme, me detaje që lidhen ngushtësisht me traditat shqiptare, ata patën mundësinë të ndajnë përvoja dhe ide për projekte të ndryshme në Shqipëri. Me semrave të njohur është dhe Winnie Mas, arkitekti i njohur holandez, të cilit ju besua transformimi i piramidës së Tiranës. Në një intervistë për Klan News, rrëfen se çfarë frymëzoi në këtë projekt. Mendoj se historia e Shqipërisë, historia e piramidës, mënyra se si u trajtuan atë kohë, e ndjeje energjinë që ndërtesë kishte, ishte një lloj simboli i ndryshimit, por gjithashtu i mungonte një perspektivë. Kështu që frymëzimi erdhi nga ajo energji, dhe ajo që kuptova më pas ishte se kjo është një ndërtesë ku të gjithë duhet të ngjiten lart, apo jo? Tirana për të përbën një pikë-kyçe për projekte të bukura, teksa nënvizoi se për çfarë konkretisht duhet bërë kujdes. Në Tiranë mendoj se densësia është shumë e përshtatshme për të vazhduar me këtë qasje, sepse përndryshe do të dëmtojë peizazhi dhe bukuria do të zhdukej. Duhet të ndërtohen më shumë ndërtesa, por ato duhet gjithashtu të kontribuojnë financiarisht për ndërtimin e dy linjave metroje që të kalojnë këtu, me një kryqëzim në sheshin Skënderbej, dhe të kurset para për të realizuar këtë projekt. Mendoj se kjo është e domosdoshme. Për arkitektin italian Federico Rossi, ky organizim është një mundësi e mirë për të zhvilluar ide konkrete për projekte në të ardhmen. Ajo që po shohim sot është vërtet befasuese, një lloj ngjarje që sinqerisht nuk e kam parë askund tjetër në botë. Ky bashkim i arkitektëve dhe mendjeve është diçka ndryshe, sepse ndryshe nga vendet e tjera, këtu po shohim një përqasje të ndërtuar mbi vizion për të ardhmen. Ajo që e bën të ndryshme atë që po ndodh në Shqipëri nga ajo që ndodh në vendet e tjera është se këtu ekzistojnë ide konkrete për zhvillimin e qyteteve, për të përqafuar të ardhmen në mënyrë që ajo të shndërrohet në ndërtesa. Ka dhe nga ata që kanë një lidhje të hershme me Shqipërinë dhe ndjekin prej kohësh transformimin e saj. Kam qenë në Tiranë në vitet 90 shumë kohë më parë dhe po, sa po mbërrit atje dhe ndryshimi ishte i madh, shumë i madh. Teksa po shkoja me taksi drejt hotelit, kalova sërish nëpër disa rrugica, rrugë të vogla nga ato shtëpitë e vjetra të ulta, që më kujtonin atë kohë, por në përgjithësi qyteti është rritur shumë. Ky organizim do të zgjas 3 ditë, duke sjellë ide dhe këndvështrime për zhvillim nga e gjithë bota.